Live from Tirana. Live from Tirana. Ja ku jemi rikthyer Eles. Jemi rikthyer dhe jemi në minutat e fundit, ndonë se sfiduese, sepse jemi me të ftuarën tonë të radhës. Ashtu është. Kemi profesoresh Fiona Todrin, e cila sapo na është bashkuar në radio, është profesoresh në Universitetin e Tiranës, gjithashtu edhe goxha e njohur me televizionin, edhe sot e kemi për të na folur pak për drejtsinë sociale. Fiona, faleminderit shumë, po drejtohem thjesht edhe për hir të njohjes. Ne ndihemi dhe më mirë. Faleminderit shumë që ke ardhur në bashkuar në Top Albania. Faleminderit për ftesën dhe ndihem shumë mirë në këtë ambient kaq të këndshëm. Edhe midis ju të dyve. Faleminderit shumë. Fiona, kur flasim për drejtsinë sociale, na shkon mendja direkte tek le të themi në një farë mënyrë një barazi që duhet vi nga shtresat e ndryshme dhe sigurisht nga instanca të ndryshme. Po në vetvete, si mund ta sjellim sa më të prekshme në thonjza këtë drejtsinë sociale? Po, në fakt është një temë shumë aktuale, në fakt është një, po themi, përpjekje të gjitha vendeve demokratike për të arritur këtë gjë. Domethënë për të aplikuar sa më shumë sa më gjerë në popullat dhe të prekë të gjitha shtresat. Dhe qëllimi vetvete është që të japi sa më shumë barazi dhe shanse të barabarta të gjithë grupeve të popullatës dhe mbi të gjitha grupeve më të dezavantazhuara mbi të gjitha. Ose ato që janë më të prekshme, më delikate, po themi më vulnerabël, është një sfidë në fakt dhe shkon në një korelacion të drejtë midis konceptit drejtësisë sociale dhe një qeverisje e mirë. Vetëm një qeverisje e mirë mund të arrijë një drejtësi sociale. Dhe gjithmonë është e pamjaftueshme. Sepse dhe vetë drejtësia si koncept, drejtësia sociale, është ndryshon në kohë dhe në hapësirë. Domethënë ka në bazë vlerat e saj egalitariane, domethënë të barazisë, domethënë që daton që me revolucionin francez, dhe është një përpjekje, është një model, po themi, që aplikohet në gjitha politikat, se mos politikat sociale që ndërmarrin qeveritë për të mbështetur, për të mbrojtur pikërisht kategoritë e grupeve më në nevojë. Domethënë, ndryshimet që pëson dhe modelin që ka në qendër që janë të drejtat e njerëzit, në fakt ky është thelbi, të drejtat e njerëzit, dhe që vjen si një frym për të lançuar pikërisht këto shanse të barabarta midis grupeve të ndryshme të popullatës. Domethënë mos kemi disnivele, mos barazi ose distancë shumë të madhe midis grupeve shoqërore, sepse kjo shoqëron gjithmonë me konflikte, shoqëron gjithmonë me probleme sociale dhe me probleme brenda grupeve të shoqërisë. Domethënë nuk i jep një stabilitet shoqërisë nëse nuk respektohet. Se sa respektohet pastaj në kontekstin shqiptar, të thamë është ndryshme në hapësirë dhe në kohë, dhe çfarë është një e drejtë, kjo evolon dhe e drejta evolon. Sigurisht, patjetër. Si evolojnë interesat, dëshirat, evolojnë dhe të drejtat, sipas kontekstit në të cilat jetojmë. Se çfarë mund të ketë qenë një e drejtë përpara, po themi viteve 90, nuk është sot një e drejtë. Patjetër, absolutisht. Sipas sistemeve që vetë shoqëritë zgjedhin të zgjedhin që tu digjen nga këto sisteme. E drejtë. Fiona, ti si pedagoge dhe si e lidhur ngushtë me studentët, a mund të më japësh një perspektivë si e gjejnë të rinjtë të reja shqiptare në universitet konceptin e drejtësisë sociale, sepse në gjykimin tim, unë mendoj që nuk është fort prezent në shoqërinë tonë. Nuk flitet shumë për këtë koncept. Nuk ka shumë ndërmarrje në sensin jo firma ndërmarrje në sensin në sensin e një iniciative që kanë për qëllim të sjellin një ndryshim të mirë sa i përket kësaj çështjeje. Pra e gjej të vakët. Në botën perëndimore flitet shumë për drejtsinë sociale, social justice. Ti thash, Cenaldo, që fakt kjo është një përpjekje e vazhdueshme që të praktikohet, të implementohet drejtësia sociale. Në pyetjen që më bëre në lidhje me studentët, po në këndvështrimin e marrëdhënies që kam unë me studentët ose çfarë diskutohet në auditoret tona, duke qenë se ne jemi shkenca sociale në fakt dhe politikat sociale janë pjesë e formimit të studentëve, të cilët do punojnë nesër dhe punojnë në mënyrë të drejtë për drejtë me këto grupe të disavantazhuara që ne flasim tani. Ato formohen pikërisht mbi këto nocione, koncepte, se ç'është drejtësia, mbi të drejtat e njeriu, duke referuar vlerave humane, po dhe vlerave profesionale. Domethënë është ndërlidhur dhe tek ne diskutohet, sepse se sa ato e arrin këtë kur arrin në profesion, patjetër që kanë dhe do kenë vështirësi, sepse përballen me për shembull një nga diskutimet që kemi gjithmonë në shoqërinë tonë është mosbatueshmëria e ligjit. Dhe po nëse ligji nuk zbatohet, atëherë në këtë rast janë mohuar të drejtat, të shumë të drejtat të shumë individëve.
ose duhet mendojmë po ato individ të cilët nuk e kërkojnë dot vetë të drejtën, po duhet t'ia japi dikush për shkak të kufizimeve ose vështirësive që ato kanë, që mund të jenë të lindura apo të fituara, domethënë është një debat i gjerë. Por se sa janë aktiv në fakt, kjo do ishte pyetja. Sa janë aktiv ato studentët që janë me këtë bazë formimi për të proklamuar ose të promovuar të drejtësinë sociale, për ta gjetur vendin gjerësisht në shoqëri, domethënë sa janë aktiv. Kjo më duket në fakt që është e vakët dhe nuk është se janë të impenjuar. Ka dhe grupe patjetër studentësh të cilët punojnë dhe duke jo vetëm që nuk arrin dot ta proklamojnë, po ushtrojnë në punën e tyre të përditshme duke u aktivizuar në shoqata të jo fitimprurëse të cilat kanë në thelb pikërisht drejtësinë sociale ose shërbimet që të përfitojnë pikërisht nga ky nocion dhe nga ky koncept. Domethënë është shumë e rëndësishme në fakt të rritet kjo lloj fryme tek studentët. Ne mundohemi, e kemi bërë nëpërmjet, mbase edhe ne mund të jetë faji jon që nuk e kemi instaluar më shumë akoma ose nuk kemi folur më shumë. Por ato e gjejnë në mënyrë të pavarur ndonjëherë, se s'ka pse të jetë gjithmonë e organizuar. Dhe një veprim i jot i përditshëm, domethënë në marrëdhënie brenda familjes ose jashtë familjes ose në marrëdhënie me njëri tjetrin. Dhe ndonjëherë këtë promovojmë, të tregojmë të drejtë me njëri tjetrin, dhe në gjëra të vogla, jo vetëm në gjëra shumë të rëndësishme që mund të jenë thelbësore për jetën e gjithsecilit. Në rastin tënd, Fion, ka pasur po flas në një moshë pse jo më të re ose në një stad pak më të jo të zhvilluar se sot, po ke pasur dhe ke ndier ndonjëherë këtë mos balancën, duke qenë se je një vajzë në karrierë, një grua në karrierë. Edhe që ke pasur aspirata, pse jo? Në fakt, kur isha studente dhe unë kam zgjedhur një profesion që ne jemi, tash jam në auditor, por edhe kam ushtruar atë dhe kam qenë kontakt dhe me grupet të cilat preken nga mos respektimi i kësaj drejtësie sociale në vend. Në fakt, kur kam qenë studente, mendoja se do ndryshoja botën dhe do punoja fort. Fatë se botën nuk e kam ndryshuar, por tek njerëzit që kam pasur afër, jam munduar ta ndryshoj atë dhe të ushtroj një farë drejtësie, të ngrej zërin, të ndihmoj, ta bëj në formën time, domethënë. Kjo është thelbësore, është shumë e rëndësishme. Live from Tirana.